Një grua jeton e padukshme në rrugët e kryeqytetit, duke mbajtur me vete kujtime të fragmentuara dhe një ari pelushi që e mbron sikur të ishte fëmia i saj. Një djalë njeh një këngë familjare të kënduar nga një e panjohur në një qoshe të errët. Një familje do të bashkohet përmes një melodie që përshkoj vite ndarjeje dhe vuajtjesh. Përpara se të dëgjoni këtë rrëfim të jashtëzakonshëm, mos harroni të regjistroheni në kanal për më shumë histori prekse. Qiu i lehtë binte mbi rrugët e zhurmshme të Tiranës, duke krijuar pellgje të vogla që pasqyronin dritat neon të dyqaneve. Mes kalimtarëve të nxituar që mbroheshin me çadra dhe pallto, një figurë e vetmuar ecte ngadalë, duke shtyrë një karrocë supermarketi të ndryshkur. Rrotat e saj kërcisnin mbi asfaltin e lagur, duke prodhuar një tingull melankolik që përzihej me zhurmën e trafikut. Dhurata nuk e dinte emrin e saj. Nuk mbante mend se kur kishte filluar të jetonte në atë mënyrë, as nga vinte. Flokët e saj gështenjë, dikur të mëndafsh, tani vareshin të pakrehur mbi shpatulla, të mbrojtur nga një kapele leshi e venitur. Rrobat e saj ishin një përzierje pjesësh të dhuruara dhe të gjetura, të gjitha në tone të errëta që e ndihmonin të kamuflohej mes hijeve të qytetit të madh. Në karrocë, i mbështjell me kujdes me batanie të vjetra dhe i mbrojtur nga shiu me një qese plastike, ndodhej thesari i saj më i çmuar, një ari pelushi kaf, i konsumuar nga koha dhe dashuria. Ajo e quante Balo, ndonë se nuk e dinte pse ky emër i kishte ardhur natyrshëm në buzë. Lodra ishte e vetmja gjë konstante, e vetmja gjë që e bënte të ndjente se kishte ende një qëllim për të vazhduar. Kur lodhja bëhej e papërballueshme, dhurata kërkonte stre nën strehet e ndërtesave ose nën ura. Atje, larg vështrimeve gjykuese, ajo nxirrte Balon nga karroca dhe e përkumte lehtë, duke kënduar një këngë që buronte nga diku thellë në shpirtin e saj. Ti je dielli im, i vetmi diell tim. Më bën të lumtur kur qielli është gri. Melodia rrifte natyrshëm, sikur të ishte pjesë e qenies së saj, ndonë se nuk arrinte të kujtonte se ku e kishte mësuar. Atë natë specifike, ndërsa shiu intensifikohej, dhurata kishte gjetur stre në një qoshe pranë qendrës së qytetit. Vendi ndodhej mes një hoteli elegant dhe një galerie arti, një kufi i padukshëm mes dy botëve krejtësisht të ndryshme. Ajo u mbështet pas murit me tulla, afroi Balon pas gjoksit dhe filloi të këndonte me gjysmë zëri, me zërin e mbytur nga i ftohti dhe nga një mall që nuk dinte ta shpjegonte. Në anën tjetër të rrugës, Hotel Skënderbeu zjente nga aktiviteti. Ishte nata e një galeje bamirësie dhe personalitete të rëndësishme të shoqërisë hynin dhe dilnin nga ndërtesa me makina luksoze. Mes tyre, Alban Hoxha, një sipërmarrës i suksesshëm në fushën e pasurive të paluajtshme, po largohej nga eventi i shoqëruar nga djali i tij Dritani, 8 vjeç, dhe bashkëshortja e tij Elora. Albani ishte një burr 42 vjeçar, i gjatë dhe elegant, me flokë të thinjur në tëmtha që i jepnin një pamje fisnike. Elora, disa vite më e re, ishte një grua delikate me flokë biond të mbledhur në një topull sofistikuar. Të dy mbanin veshje të shtrenjta dhe kishin qëndrimin e sigurt të dikujt që ishte mësuar me rrethet më të rafinuara shoqërore të kryeqytetit. Dritani, nga ana e tij, ishte një fëmijë vëzhgues, me sy gështenjë kurioz dhe flokë të errët si të babait. Ndryshe nga të rriturit që e shoqëronin, ai nuk dukej plotësisht rehat në atë ambient formal. Preferonte momentet në shtëpi, duke luajtur me lodrat e tij ose duke dëgjuar historik që Elora i tregonte para gjumit. Ndërsa ecnin drejt makinës, Albani dhe Elora diskutonin detajet e eventit, duke komentuar kontaktet e krijuara dhe shumat e mbledhura për bamirësi. Dritani i ndiqte në heshtje, duke lëkundur shpërfillshëm një ari të vogël pelushi që e mbante gjithmonë me vete. Lodra. Ishte shoqëruesi i tij besnik që kur ishte shumë i vogël, një dhuratë që e kishte marrë në rrethana që nuk arrinte t'i kujtonte plotësisht. Ishte atëherë kur era e natës solli tek ata një melodi familjare. Një zë femëror, i brisht por i ëmbël, këndonte butësisht në qoshen e errët. Ti je dielli im, i vetmi diell tim. Dritani ndaloi papritur, duke bërë që prindërit të ktheheshin drejt tij me një shprehje pyetëse. Dritan, hajde. Është ftohtë dhe është vonë, tha Elora, duke i zgjatur dorën djalit. Por Dritani nuk lëvizi. Sytë e tij ishin të fiksuar në drejtimin nga vinte kënga, dhe diçka thellë në gjoksin e tij filloi të rrite në një mënyrë të çuditshme. Ajo melodi, ai zë, ajo mënyrë specifike e shqiptimit të çdo fjale, gjithçka dukej se zgjonte kujtime që ai mendonte se i kishte harruar përgjithmonë. Babi, mërmëriti Dritani, me zërin pothuajse të padëgjueshëm mes zhurmës së qytetit. Babi, apo e dëgjon?
Albani ndaloi bisedën me Elorën dhe kushtoi vëmendje tek ajo që kishte tërhequr vëmendjen e djalit. Në fillim, arriti të dallonte vetëm tingujt tipik të natës urbane, makinat që kalonin, njerëzit që bisedonin, muzikën e largët nga ndonjë bar. Por pastaj, sikur veshët e tij të akordoheshin në një frekuencë specifike, edhe ai e dëgjoi. Kënga këndoi me një butësi që të rëndonte në zemër, çdo notë e ngarkuar me një dashuri të dëshpëruar dhe një mall të thellë. Albani ndiu një rënqethje në shtyllën kurrizore, jo nga i ftohti i natës, por nga diçka shumë më shqetësuese. Ai zë, ajo mënyrë e veçantë e interpretimit të muzikës, dukej sikur vinte si ego nga një e kaluar që ai e kishte varrosur 5 vite më parë. Nga po vjen kjo muzikë, pyeti Elora, gjithashtu e intriguar nga reagimi i çuditshëm i bashkëshortit dhe djalit të burrit. Albani nuk u përgjigj menjëherë. Duart i dridheshin lehtë ndërsa përpiqej të procesonte atë që po ndodhte. 5 vite më parë, gruaja e tij e parë ishte zhdukur në një aksident të tmerrshëm rrugor. Makina ishte gjetur plotësisht e shkatëruar në një gremin rrugës për në Durrës, por trupi nuk ishte gjetur kurrë. Autoritetet konkluduan se ajo kishte humbur jetën në aksident, ndoshta e marrë nga rryma e lumit që kalonte aty pranë. Humbja kishte qenë shkatëruese për Albanin dhe veçanërisht për Dritanin, i cili në atë kohë ishte vetëm 3 vjeç. Fëmia kishte kaluar muaj të tërë duke kërkuar nënën nëpër shtëpi, duke pyetur se kur do të kthehej. Ishte dhurata ajo që i këndonte ti e dielli im për ta vënë në gjumë çdo natë, një traditë që ajo e kishte mbajtur që kur Dritani ishte foshnjë. Elora kishte hyrë në jetën e tyre 2 vite pas aksidentit. Ishte një grua e sjellshme dhe mirëkuptuese, që e kishte ndihmuar Albanin të rindërtonte jetën e tij dhe i kishte ofruar Dritanit dashurinë amtare që i duhej aq shumë. Martesa ishte bazuar në nevojën e ndërsjellë për të filluar nga e para, një bashkim i respektueshëm që kishte sjellë stabilitet në atë familje të fragmentuar. Babi, duhet të shoh kush po këndon, tha Dritani me një vendosmëri befasuese për një fëmijë të moshës së tij. Albani hezitoi. Një pjesë e tij donte ta largonte djalin nga ajo situatë, ta mbronte nga çdo gjë që mund të hapte plagë të vjetra. Por një pjesë tjetër, një pjesë që kishte mësuar ta heshte gjatë viteve, i përshpëriste se ndoshta ishte e rëndësishme të hetonte. Mirë, tha më në fund. Por rrim bashk, dakord? Të tre ecën ngadalë në drejtim të qoshes nga vinte muzika. Me çdo hap, zëri bëhej më i qartë, më familjar. Dritani shtrëngonte ariun e tij të pelushit pas gjoksit, ndërsa Elora vëzhgonte me shqetësim në rritje shprehjet e tensionuara në fytyrën e bashkëshortit. Kur më në fund kthyen qoshen, u ndeshën me figurën e dhuratës. Ajo ishte ulur në tokë, e mbështetur pas murit, me balon të strukur në krahët e saj. Buzët e saj lëviznin lehtë, duke kënduar këngën që dukej se vinte direkt nga shpirti i saj. Drita e dobët e shtyllës aty pranë ndriçonte pjesërisht fytyrën e saj, duke zbuluar tipare delikate nën papastërtinë dhe lodhjen e viteve duke jetuar në rrugë. Dritani bëri një hap përpara, me sytë e hapur 4. Diçka në zemrën e tij fëminore e njihte atë grua, ndonse mendja e tij racionale nuk arrinte të krijonte lidhjet e nevojshme. Ishte sikur një pjesë shumë e thellë e kujtesës së tij po zgjohej nga ajo pamje. Mami, mërmëriti Dritani, aq ulët sa vetëm ai mundi ta dëgjonte. Dhurata ndaloi këngën papritur, sikur të kishte ndjer praninë e njerëzve që po e vëzhgonin. Ngadalë, ngriti syt dhe u ndesh me vështrimin e djalit. Për një çast, koha u duk sikur ndaloi. Ajo pa diçka familjare në ata sy gështenjë, diçka që ja bëri zemrën të rrite shpejt pa e ditur pse. Albani ndiu gjunjët t'i dridheshin. Edhe me gjithë transformimin e shkaktuar nga vitet e jetës në rrugë, edhe me dobësinë dhe pamjen e lënë pas dore, kishte diçka në atë fytyrë që ai e njihte thellësisht. Sytë e gjelbër, linja delikate e mjekrës, mënyra se si ajo anonte pak kokën kur shikonte dik, gjithçka konspironte për të zgjuar kujtime që ai ishte përpjekur t'i varroste. Alban, çfarë po ndodh? Përshpëriti Elora, duke vënë re tensionin që kishte pushtuar bashkëshortin. Por Albani nuk arrinte të përgjigjej. Mendja e tij po vraponte, duke u përpjekur të procesonte një mundësi që sfidonte çdo logjik, çdo realitet që ai kishte ndërtuar në 5 vitet e fundit. A ishte e mundur që dhurata të ishte gjallë? A ishte e mundur që ajo të kishte mbijetuar aksidentit dhe, për ndonjë arsye të pakuptueshme, të kishte përfunduar duke jetuar në rrugët e kryeqytetit? Dhurata, nga ana e saj, vazhdonte të shikonte djalin me një shprehje konfuze.
Kishte diçka tek ai fëmijë që zgjonte një ndjenjë amtare intensive, një nevojë urgjente për ta mbrojtur dhe për qafuar. Ajo nuk e kuptonte nga vinte kjo ndjenjë, ashtu siç nuk kuptonte shumë gjëra për ekzistencën e saj. Momenti u prish kur një grup të rinj kaloi duke vrapuar në trotuar, duke qeshur me zë të lartë dhe duke biseduar. Zhurma bëri që dhurata të trembej, duke e përqafuar balon me më shumë forcë dhe duke u strukur edhe më shumë pas murit. Realiteti u imponua sërish, duke u kujtuar të gjithëve aty se ajo ishte thjesht një person tjetër në situatë rruge, një shpirt tjetër i humbur në pafundësinë urbane. Albani bëri një hap hezitues në drejtim të dhuratës, por Elora ja kapi krahun butësisht. Alban, mbase është më mirë të ikim, mërmëriti ajo, e shqetësuar për gjendjen emocionale të bashkëshortit dhe e vetëdijshme se Dritani po thithte gjithë atë tension. Por Dritani kishte marrë një vendim të tij. Me vendosmërinë guximtare të fëmijëve, ai ju afrua dhuratës dhe, pa thënë asnjë fjalë, i zgjati ariun e tij të pelushit në drejtim të saj. Gruaja e shikoi lodrën, pastaj djalin dhe diçka në zemrën e saj u thye dhe u shërua në të njëjtën kohë. Me duar që i dridheshin, ajo e pranoi dhuratën e përkohshme dhe e vendosi ariun e Dritanit pranë balos. Të dyja lodrat, të dyja të konsumuara nga koha dhe dashuria, u prekën lehtë. Në atë moment, dhurata ndjeu një lidhje të pashpjegueshme me atë fëmijë, një familjaritet që t'i kalonte çdo shpjegim racional. Faleminderit, përshpëriti ajo, me zërin e ngjirur nga emocioni. Dritani buzëqeshi dhe për një çast, dhurata pati përshtypjen se e kishte parë atë buzëqeshje më parë, diku larg në kujtesën e saj të fragmentuar. Rruga për në shtëpi ishte e heshtur dhe e ngarkuar me tension. Albani ngiste makinën me duart e shtrënguara fort pas timonit, mendimet e tij rrotulloheshin rreth asaj gruaje në qoshe. Elora vëzhgonte bashkëshortin përmes pasqyrës, duke kuptuar se diçka thelbësore kishte ndryshuar atë natë. Dritani, në ulsen e pasme, shikonte nga dritarja me ariun e pelushit sërish në krah, por mendja e tij mbetej te imazhi i gruas që kishte kënduar këngën e tij të preferuar. Kur arritën në apartamentin elegant në zonën e bllokut, të vendosur në një nga ndërtesat më moderne të rajonit, secili shkoi në cepin e tij sikur të kishte nevojë të procesonte individualisht atë që kishte ndodhur. Albani shkoi direkt në zyrë, Elora u drejtua për në dhomën e gjumit dhe Dritani mbeti në sallon, i ulur në divanin e madh prej lëkure, ende i përqafuar me ariun e tij. Apartamenti pasqyronte suksesin profesional të Albanit, dy sheme mermeri, mobilje të dizajnit italian, vepra arti në mure dhe një pamje panoramike të qytetit përmes dritareve të mëdha. Gjithçka ishte e organizuar dhe sofistikuar, një ambient që merrte frymë stabilitet dhe prosperitet. Por atë natë, gjithë ai luks duke indiferent përballë emocioneve konfuze që kishin pushtuar banorët e tij. Albani u mbyll në zyrë dhe, me duar që i dridheshin, hapi dollapin ku mbante dokumente të rëndësishme. Në fund, në një kuti që nuk e kishte hapur prej vitesh, ishin ruajtur objekte të jetës së mëparshme, foto familjare, dokumente të martesës me dhuratën, raportet e aksidentit. Ai i kishte ruajtur të gjitha aty si një formë për të ruajtur kujtimet, por pa qenë nevoja t'i shihte çdo ditë. Fotografitë tregonin një dhuratë rrezatuese, me flokë shkëlqyes dhe buzëqeshje ndriçuese. Në imazhe, ajo shfaqej e përqafuar me Albanin në udhëtime romantike, duke mbajtur Dritanin foshnjë në krah, duke i kënduar djalit të vogël. Një foto specifike i tërhoqi vëmendjen, dhurata në piano, me Dritanin 2 vjeçar të ulur në preher, të dy paratasteve. Ajo po i mësonte djalit të binte ti e dielli im, kënga që ishte bërë ninulla zyrtare e familjes. Albani krahasoi mentalisht atë grua të fotografive me figurën e brish që kishte parë në qoshe. Vitet e jetës në rrugë kishin transformuar plotësisht pamjen e dhuratës, por kishte diçka në sy, diçka në qëndrim që mbetej e pandryshuar. Ai mori një lupë dhe ekzaminoi me detaj një foto ku dhurata shfaqej në profil. Atje, krejt e dukshme, ishte një vrag e vogël në tëmthin e majt, rezultat i një rënjeje nga bicikleta në fëmijëri, që ajo i kishte treguar se e kishte pësuar kur ishte 7 vjeçe. Duart i dridheshin ndërsa mori raportin zyrtar të aksidentit. Makina ishte gjetur plotësisht e shkatëruar në fund të një gremine, pasi kishte rëshitur në një kthes të rrugës që të çonte në Bregdet. Kushtet klimatike ishin të vështira atë ditë, shi i fortë dhe rrugë e rëshitshme. Trupi i dhuratës nuk u gjet kurrë dhe autoritetet konkluduan se ajo ishte marrë nga rryma e lumit. Zjarfiksit dhe ekipet e shpëtimit kërkuan për javë të tëra, por pa sukses.
Albani rilexoi çdo rresht të raportit, duke kërkuar detaje që mund t'i kishte injoruar në atë kohë. Makina ishte rrotulluar disa herë dhe dera e shoferit ishte shkullur nga goditja. Ishte teknikisht e mundur që dhurata të ishte hedhur jashtë mjetit para se ai të godiste ujin. Nëse ajo kishte mbijetuar me lëndime të rënda, veçanërisht traumë në kokë, kjo mund të shpjegonte humbjen e kujtesës dhe gjendjen në të cilën ndodhej. Ndërkohë, në dhomën kryesore, Elora ulej në tualetin e saj, duke krejur flokët bjond në mënyrë mekanike. Ajo e kishte vënë re menjëherë ndryshimin në sjelljen e Albanit dhe Dritanit pas takimit me atë grua. Nuk ishte vetëm dëmshuri apo mëshirë, kishte diçka shumë më të thellë, një lidhje emocionale që ajo nuk arrinte ta kuptonte plotësisht. Elora ishte një grua inteligjente dhe vëzhguese. Ishte martuar me Albanin duke e ditur se ai po përpiqej të rindërtonte jetën e tij pas një tragjedie. Ajo kishte ofruar dashuri, mirëkuptim dhe stabilitet, si për të ashtu edhe për Dritanin. Gjatë 3 viteve të martesës, ishte përkushtuar të krijonte një ambient familjar të shëndetshëm, ku të gjithë mund të shëronin plagët e tyre emocionale. Por atë natë, për herë të parë, ajo ndjeu se mbase prania e saj në atë familje ishte më shumë një komoditet se sa një nevojë reale emocionale. Mënyra se si Albani e kishte shikuar atë grua në rrugë, reagimi instinktiv i Dritanit, gjithçka tregonte se kishte çështje të së kaluarës që nuk ishin zgjidhur kurrë vërtet. Dritani, nga ana e tij, mbetej në sallon duke biseduar me zë të ulët me ariun e tij të pelushit. Ishte një zakon që e kishte zhvilluar që i vogël, një formë për të procesuar ndjenjat dhe mendimet e tij më konfuze. Atë natë, ai i tregonte Lodrës për gruan e qoshes, për mënyrën se si ajo kishte kënduar këngën që nëna e tij e vërtet i këndonte dikur. Ajo e njihte këngën tonë, pëshpëriste Dritani për ariun. Dhe kur më shikoi, u duk sikur më njihte edhe mua. Djali kishte shumë pak kujtime të vetëdijshme për dhuratën. Ishte vetëm 3 vjeç kur ajo u zhduk, një moshë kur kujtimet janë ende të fragmentuara dhe të përzjera me ëndra e fantazi. Por kishte disa ndjesi që mbetnin të gdhendura diku thellë në mendjen e tij, era e parfumit të saj, tekstura e flokëve të saj, tingulli i zërit të saj duke kënduar ulët në errësirë. Gjatë muajve të parë pas zhdukjes, Dritani kishte pyetur pareshtur për nënën. Albani, i shkatëruar nga humbja dhe duke u përpjekur ta mbronte djalin nga më shumë vuajtje, gradualisht i kishte ridrejtuar ato pyetje. Me kalimin e kohës dhe hyrjen e Elorës në familje, kujtimet e dhuratës ishin bërë më të mjegullta, më shumë si një ëndër e largët se sa si kujtime reale. Por atë natë, diçka ishte zgjuar. Zëri i asaj gruaje, mënyra se si mbante ariun e pelushit, mënyra se si e kishte shikuar atë, gjithçka konspironte për të nxjerrë në sipërfaqe ndjenja që ai mendonte se i kishte harruar. Mëngjesin tjetër, Albani u zgjua herët dhe vendosi se duhej të kthehej në atë qoshe. Nuk mund ta hiqte nga mendja mundësinë, sado e largët që dukej, se dhurata mund të ishte gjallë. Ai doli nga shtëpia para se Elora dhe Dritani të zgjoheshin, duke ngarë makinën nëpër rrugët ende bosh të Tiranës drejt qendrës së qytetit. Kur arriti në vendngjarje, e gjeti qoshen bosh. Nuk kishte asnjë shenjë të gruas as të sendeve të saj. Albani parkoi makinën dhe eci nëpër zonë, duke kërkuar ndonjë gjurmë se ku mund të kishte shkuar. Pyeti tregtarët që po hapnin dyqanet, njoroje pallati aty pranë, por askush nuk kishte parë gjë. Ishte kur po bisedonte me pronarin e një furre buke në rrugën tjetër që mori gjurmën e parë reale. Ah, po flet për dhuratën, tha burri, një zotëri i moshës së mesme me përparse të bërë me miell. Ajo shfaqet këtej prej 1-2 vitesh. Është pak e turpshme, nuk shkakton kurrë probleme. Ndonjëherë i jap ndonjë bukë të mbetur. Albanit i ngrin gjakrat në vena. Dhurata? Ky është emri i saj. Po, ashtu. Të paktën kështu u prezantua kur e pyeta. Vajzë e edukuar, e di? Ndryshe nga të tjerët që jetojnë në rrugë. Falenderon gjithmonë, kërkon leje. Shihet që ka pasur edukat. Dhe ku qëndron zakonisht gjatë ditës? Bukpjeksi u kruajt në kokë, i menduar. Shiko, ajo është pak nomade. Ndonjëherë rri te lulishtja 2 bloqe më tej, ndonjëherë në Nur. Por ka frikë nga turmat, kështu që i shmang vendet me shumë lëvizje. Albani e falenderoi për informacionin dhe vendosi të kërkonte në vendet e përmendura. Mendja e tij racionale insistonte se mund të ishte thjesht një koincidencë, se mbase gruaja e kishte zgjedhur atë emër rastësisht ose dikush ja kishte vënë.
por zemra i rrite fort me një shpresë që ai e kishte varrosur para 5 vitesh. E gjeti në lulishte, të ulur në një stol të veçuar pranë një shatërvani. Ajo po këndonte lehtë për balon ndërsa vëzhgonte disa pullumba që sqeponin thërrime në tokë. Në dritën e ditës, Albani mundi ta shihte më qartë. Ishte shumë e dobët, rrobat e saj ishin të vjetra dhe të arnuara, por kishte një dinjitet në qëndrimin e saj që binte në kundërshtim me situatën aktuale. Albani ju afrua ngadalë, duke u përpjekur të mos e tremte. Kur ajo e vuri re praninë e tij, ngriti syt me një shprehje të kujdesshme, por jo armiqësore. "Përshëndetje," tha ai butësisht. "U pam mbrëm, të kujtohet?" "Ti po këndoje, djali im dritani ishte me mua." Dhurata pohoi lehtë me kokë. "Më kujtohet." Djali më dha ariun e tij të takonte balon. Albani ndjeu një lëshon në fyt kur dëgjoi zërin e saj më qartë. Ishte më i ngjirur nga sa e mbante mend, më i lodhur, por padyshim familjar. "Emri im është Alban," tha ai, duke u ulur me kujdes në anën tjetër të stolit. "Dhe yti është Dhurata, apo jo?" Ajo e shikoi me habi. "Si e dini emrin tim?" Bukpjekësi i qoshes më tregoi. "Tha që vjen këtej prej disa vitesh." "Unë nuk mbaj mend shumë nga koha e kaluar," pranoi Dhurata, duke shtrënguar balon pas gjoksit. "Ndonjëherë kam fragmente, si pjesë të një puzle që nuk arrin të bashkohen." Albani u mbush me frym, duke mbledhur guximin për pyetjen që mund të ndryshonte gjithçka. "Dhurata, a mban mend diçka për jetën tënde para se të ishe në rrugë? Familje, shtëpi, punë?" Ajo mbylli syt, sikur po bënte një përpjekje për të hyrë në kujtimet e varrosura. "Ndonjëherë shoh në ëndër një vend të ngrohtë, me erë keku. Dhe është një këngë që e di përmendesh, por nuk di ku e kam mësuar." "Çfarë këngë?" "Ti je dielli im," mërmëriti ajo. "I këndoj balos çdo natë. Është e vetmja gjë që më bën të ndihem e plotë." Albani ndjeu lotët t'i digjnin syt. Ajo ishte kënga që Dhurata i këndonte dritanit çdo natë, kënga që ishte bërë kolona zanore e lumturisë familjare që kishin ndarë. "Dhurata," tha ai me zë të mbytur, "a ke menduar ndonjëherë të kërkosh ndihmë? Ka vende ku mund të qëndrosh, njerëz që mund të ndihmojnë të rifitosh kujtimet e tua." Ajo e shikoi me një përzierje mosbesimi dhe kurioziteti. "Pse ju intereson? Ju as nuk më njihni." Albani hezitoi. Si t'ja shpjegonte se mendonte që ajo mund të ishte bashkëshortja e tij e zhdukur? Si ta thoshte këtë pa u dukur si i çmendur ose pa e trembur përfundimisht? Sepse, tha më në fund, çdo person meriton një shans për të zbuluar se kush është vërtet. Dhurata mbeti në heshtje për një moment të gjatë, duke vëzhguar pullumbat që vazhdonin të sqeponin thërrime. Më në fund, ajo foli. "Kam frikë. Po sikur të zbuloj kush jam dhe të mos më pëlqej. Po sikur familja ime të mos më dojë mbrapsht. Po sikur të zbulosh se je e dashur," e ndërpreu Albani butësisht. "Po sikur të zbulosh se dikush po të pret prej një kohe të gjatë." Ajo e shikoi në sy dhe Albani pa diçka që e njihte thellësisht, shprehjen që Dhurata bënte kur po konsideronte një vendim të rëndësishëm, atë rrudhje të lehtë të vetullave që tregonte se po peshonte me kujdes opsionet e saj. "A njihni dikë që mund të më ndihmoj?" pyeti ajo më në fund. Albani pohoi me kokë, duke ndjerë zemrën t'i rritë shpejt. "Njo. Dhe të premtoj se, pavarësisht se çfarë do të zbulojmë, nuk do të jesh vetëm." Dhurata e përqafoi balon më fort, sikur po i kërkonte guxim shokut të saj besnik. Pastaj, me një zë pothuajse të padëgjueshëm, tha. "Mirë. E pranoj ndihmën." Albani e dinte se duhej të vepronte me kujdes. Ta dërgonte Dhuratën direkt në shtëpi pa përgatitur Eloren do të ishte një gabim që mund të lëkunte edhe më shumë themelet tashmë të brishta të familjes së tij aktuale. Prandaj, vendosi fillimisht ta dërgonte në një vend neutral, ku ajo mund të ndihej e sigurt ndërsa ai organizonte hapat e radhës. Njohu një bujtim të thjeshtë dhe diskrete në qendër të qytetit, që frekuentohej kryesisht nga udhëtar biznesi që kishin nevojë për strehim të përkohshëm. Ambienti ishte i pastër dhe mikpritës, pa qenë shumë luksos për ta bërë Dhuratën të ndihej jashtë vendit. Albani pagoi për një dhomë për një javë, duke i shpjeguar pronarit se po ndihmonte një të njohur në vështirësi. "Nuk është shumë," i tha ai Dhuratës ndërsa hapte derën e dhomës së vogël por komode. "Por ka një krevat të pastër, tualet privat dhe mund të qëndrosh këtu ndërsa organizojmë gjërat."
Dhurata hyri me hezitim, ende duke mbajtur balon dhe duke shikuar rreth e rrotull me një përzierje mirënjohjeje dhe mosbesimi. Prej vitesh nuk kishte fjetur në një krevat të vërtet, duke gjetur gjithmonë stre në vendet të improvizuara. Ideja e të pasurit një hapësirë të sajën, edhe pse të përkohshme, ishte në të njëjtën kohë ngushëlluese dhe frikësuese. Faleminderit, mërmëriti ajo, duke e vendosur balon me kujdes mbi krevat. Por unë nuk kam si t'ju paguaj. Mos u shqetëso për këtë tani, e ndërpreu Albani. E vetmja gjë që ka rëndësi është që ti të jesh e sigurt. Nesër do të sjell dik për të biseduar me ty, një person që mund të të ndihmojë me kujtimet e tua. Albani i kishte telefonuar Anilës, një neurologe e specializuar në traumat cerebrale që e kishte njohur në një leksion mbi aksidentet rrugore disa vite më parë. Anila ishte e njohur për punën e saj me pacientët që vuanin nga amnezia pas-traumatike, dhe Albani intuitoi se ajo do të ishte personi ideal për të vlerësuar rastin e dhuratës. Kur Albani arriti në shtëpi atë pasdite, gjeti Elorën dhe Dritanin në kuzhinë. Elora po përgatiste darkën ndërsa Dritani po bënte detyrat e shkollës në tavolinë. Skena shtëpiake duhej të ishte ngushëlluese, por Albani ndjente peshën e bisedës që duhej të bënte. Babi, a u ktheve atje për të kërkuar zonjën që po këndonte? Pyeti Dritani sapo e pa, duke treguar mbretësinë tipike të fëmijëve. Albani shikoi Elorën, e cila kishte ndaluar së trazuari tenxhere dhe po i vëzhgonte me vëmendje. Po, Dritan. U ktheva. Dhe e gjeta. Ku është ajo tani? Insistoi djali. Në një vend të sigurt, ku mund të lahet, të hajë një vakt të ngrohtë dhe të pushoj siç duhet. Elora fshiu duart në një pecet dhe u afrua. Alban, duhet të flasim. Privatisht. Dritani e ndjeu tensionin në ajër dhe, i bindur, mori mjetet e tij shkollore dhe shkoi në dhomë. Kur mbetën vetëm, Elora kryqëzoi krahët dhe vështroi bashkëshortin. Çfarë po ndodh, Alban? Dhe mos më thuaj gjëra të turbullta. Të njoh mjaftueshëm për ta ditur kur diçka po të mundon thellësisht. Albani u mbush me frym. Elora meritonte ndershmëri, edhe nëse e vërteta mund të ndërlikonte jetët e tyre në mënyrë të pakthyeshme. Unë mendoj se ajo grua mund të jetë dhurata. Gruaja ime e parë. Heshtja që pasoi ishte e rëndë dhe e ngarkuar me implikime. Elora u mbështet në banakun e kuzhinës duke procesuar informacionin që sapo mori. Alban, kjo është po më thua se beson që dhurata është gjallë? Që ajo i mbjetoi aksidentit? E di si tingëllon. E di që duket çmenduri. Por Elora, ti nuk e pe si e shikoi Dritanin. Ti nuk e dëgjove zërin e saj duke kënduar atë këngë. Dhe sot zbulova se ajo quhet dhurata, i njëjti emër. Dhurata është një emër i zakonshëm, replikoi Elora, duke u përpjekur të ruante racionalitetin. Dhe pas 5 vitesh duke jetuar në rrugë, çdo person mund të ishte i panjohshëm. Është e vërtet, u pajtua Albani. Prandaj lash një vizitë me një neurologe. Nëse ajo vërtet është, nëse është ajo që mendoj, ekzaminimet do ta konfirmojnë. Dhe nëse nuk është, të paktën do të kem ndihmuar dikë që ka nevojë. Elora eci drejt dritares së kuzhinës dhe mbeti duke shikuar qytetin e ndriçuar poshtë. Mendja e saj punonte shpejt duke analizuar të gjitha mundësitë dhe pasojat e tyre përkatëse. Dhe po që se është ajo, Alban? Po që se vërtet është dhurata? Çfarë ndodh me ne? Me martesën tonë? Me Dritanin? Albani u afrua dhe vendosi duart mbi shpatullat e bashkëshortes. Nuk e di, Elora. Sinqerisht, nuk e di. Gjithçka që di është se nuk mund ta injoroj këtë mundësi. Nuk mund të jetoj pjesën tjetër të jetës duke pyetur veten po sikur. Elora u kthye për ta vështruar dhe Albani pa lot në sytë e saj. Gjithmonë e kam ditur që ti ende e doja atë. Gjithmonë e kam ditur që martesa jon u ndërtua mbi zinë dhe nevojën për të ecur përpara. Por unë mësova të dua, Alban. Dhe mësova ta dua Dritanin sikur të ishte djali im. Dhe unë jam mirënjohës për këtë, Elora. Ti na dhe stabilitet kur kishim nevojë. Ti solle dashurinë mbrapsht në shtëpinë tonë. Asgjë nga këto nuk do të harrohet, pavarësisht se çfarë do të ndodhë. Atë natë, ndërsa dhurata bënte dushin e saj të parë të ngrohtë pas vitesh, ajo u pa në pasqyrën e mjegulluar të banjës së bujtinës. Fytyra e pasqyruar ishte e dobët dhe e shënuar nga koha, por kishte diçka familjare në ato tipare.
sikur po shikonte një version të deformuar të dikujt që dikur e njihte mirë. Duart e saj kaluan automatikisht nëpër flokët e lagur dhe ajo u befasua duke bërë një lëvizje që dukej e natyrshme, duke ndarë flokët në një anë specifike, duke krijuar një vijë që rrifte natyrshëm. Ishte një gjest i pavetëdijshëm, sikur muskujt e saj kujtoheshin për diçka që mendja e saj e kishte harruar. Pas dushit, ajo veshi rrobat e pastra që Albani kishte blerë, një komplet të thjeshtë por komod, dhe u ul në krevat pranë balos. Dhoma ishte e vogël por e ngrohtë, me letër muri me lule të venitura dhe një dritare që shite nga rruga e zhurmshme. "Çfarë mendon, Balo?" I përshpëriti Ariut të pelushit. "A thua po bëjmë gjën e duhur?" Si gjithmonë, Balo mbeti në heshtje, por prania e tij ngushëlluese ishte e mjaftueshme. Dhurata u shtri në krevatin e butë, duke tërhequr bataniet e pastra deri te mjekra. Për herë të parë pas vitesh, ndihej fizikisht e sigurt. Por mendja e saj ishte e shqetësuar, plot me fragmente ëndrash dhe kujtimesh që dukej se donin të dilnin në sipërfaqe. Gjatë natës, pati ëndra më të gjalla se zakonisht. E pa veten në një kuzhinë me diell, duke përgatitur mëngjesin ndërsa një fëmijë i vogël luante në dysheme. Dëgjoi të qeshura, biseda, tingullin e pianos që vinte nga një dhomë tjetër. Ndjeu era familjare, kafe e freskët, bukë e thekur, parfum mashkullor. U zgjua disa herë, e çorientuar, duke u përpjekur të përcaktonte ku mbaronin ëndrat dhe ku fillonin kujtimet reale. Kishte diçka shqetësuese familjare në ato vizione, sikur ishin copëza të një jete që e kishte harruar plotësisht. Mëngjesin tjetër, Albani erdhi i shoqëruar nga Anila, një grua rreth të 40-tave, me flokë të thinjur të mbledhur në një topuz praktik dhe syze me kornizë diskrete. Ajo mbante një çantë lëkure me dokumente dhe pajisje për vlerësim neurologjik bazë. "Dhurata, kjo është Anila," prezantoi Albani. "Ajo është mjeke dhe do të ndihmoj të kuptosh se çfarë ka ndodhur me kujtimet e tua." Anila u afrua me një buzëqeshje të ngrohtë por profesionale. "Përshëndetje, Dhurata. Albani më tregoi pak për situatën tënde. Do të dëshiroja të bisedoja me ty nëse ndihesh rehat." Dhurata pohoi me hezitim. "A mund të zbuloni kush jam unë?" "Mund të përpiqem të të ndihmoj të zbulosh se kush ke qenë gjithmonë," u përgjigj Anila në mënyrë diplomatike. "Por më e rëndësishmja është të sigurohemi që ti të jesh mirë, pavarësisht se çfarë do të zbulojmë për të kaluarën tënde." Vlerësimi fillestar ishte i butë por i hollësishëm. Anila bëri pyetje mbi kujtimet e fragmentuara të dhuratës, zakonet e saj, reagimet e saj ndaj stimujve të ndryshëm. Gjithashtu ekzaminoi vragat dhe shenjat në trup, duke kërkuar dëshmi të traumave fizike të vjetra. "Ke një vrag interesante në tëmthin e majt," vërejti Anila. "A të kujtohet si e ke pësuar?" Dhurata preku automatikisht vendin. "Ndonjëherë kam flashes të një fëmije që bie nga bicikleta. Por nuk e di nëse jam unë apo nëse e kam parë ti ndodhte dikujt tjetër." Anila shkëmbeu një vështrim domethënës me Albanin, i cili kishte përmendur vragën si një nga dëshmitë që e kishin bindur se ajo grua mund të ishte bashkëshortja e tij. "Po sa i përket aftësive," vazhdoi Anila. "A të kujtohet të dish të bësh diçka specifike? Të biesh ndonjë instrumenti, të gatosh ndonjë gjell, të flasësh gjuhë të tjera?" Dhurata u mendua për një moment. "Ndonjëherë, kur shoh një piano, ndjej dëshirën të ulem dhe të bie. Dhe është një recet keku që ndonjëherë më shfaqet në mendje, por nuk kam provuar kur ta bëj." Albani ndjeu zemrën t'i rrite fort. Dhurata kishte qenë një pianiste amatore e talentuar dhe keku i saj me çokollatë ishte i famshëm mes familjes dhe miqve. "Çfarë lloj keku?" pyeti Anila. "Çokollatë. Me mbushje kremi dhe sipërfaqe me çokollatë të shkrirë. Është e çuditshme, sepse mund të vizualizoj çdo hap të recetës, por nuk më kujtohet ta kem bërë kurrë." Vizita zgjati pothuajse 2 orë dhe në fund Anila kërkoi të bisedonte privatisht me Albanin. Ata dolën në korridorin e bujtinës, duke e lënë dhuratën me balon në dhomë. "Çfarë mendon?" pyeti Albani i ankthshëm. Anila hoqi syzet dhe i fshiu me kujdes para se të përgjigjej. "Ekzistojnë disa mundësi. Ajo pa dyshim ka pësuar ndonjë lloj traume kraniale domethënëse, kjo është e qartë nga natyra e amnezisë së saj. Humbja selektive e kujtimeve personale, duke ruajtur aftësitë motorike dhe njohuritë e përgjithshme, është konsistente me disa lloje të dëmtimeve cerebrale. Por a është e mundur që ajo të jetë ajo që unë mendoj? Është e mundur, po.
Dëshmit fizike që përmende, vraga, disa reagime, aftësitë muzikore, të gjitha këto mbështesin teorinë tënde. Por Alban, duhet të veprojmë me shumë kujdes. Nëse ajo vërtet është bashkëshortja jote, procesi i rikuperimit të kujtimeve mund të jetë traumatik dhe i gjallë. Çfarë rekomandon? Së pari, do të kërkoj disa ekzaminime neurologjike më të detajuara. Rezonancë magnetike, teste kognitive specifike. Gjithashtu sugjeroj që ajo të filloj terapi psikologjike të specializuar. Dhe Anila hezitoi. Dhe nëse vërtet beson se ajo është dhurata, mbase është koha të bëjmë një test ADN. Është e vetmja mënyrë për të qenë absolutisht të sigurt. Albani pohoi me kokë, duke e ditur se ajo ishte vërtet e vetmja mënyrë përfundimtare për të konfirmuar ose hedhur poshtë dyshimet e tij. Ka edhe një gjë tjetër, tha Anila. Nëse ajo vërtet është bashkëshortja jote, ribashkimi me djalin tënd duhet të planifikohet me shumë kujdes. Dritani është ende një fëmijë dhe kjo situatë mund të jetë konfuze dhe traumatike edhe për të. Kur Albani u kthye në dhomë, e gjeti dhuratën të ulur në koltukun pranë dritares, duke vëzhguar lëvizjet në rrugë. Ajo duke e menduar, pothuajse melankolike. Si ndihesh? E pyeti ai. Konfuze, pranoi ajo. Doktoresha Anila bëri pyetje që zgjuan gjëra që nuk e dija se po flinin në mendjen time. Është frikësuese dhe shpresëdhënëse në të njëjtën kohë. Albani u ul në buzë të krevatit përballë saj. Dhurata, nëse je e gatshme, do të dëshironim të bënim disa ekzaminime. Për të kuptuar më mirë se çfarë të ka ndodhur dhe mbase për të ndihmuar në rikuperimin e kujtimeve të tua. Ajo e shikoi me atë shprehje të vetullave të rrudhura që ai e njihte aq mirë. Dhe pas ekzaminimeve? Çfarë ndodh? Pastaj, tha Albani me kujdes, mbase do të zbulosh se ke një familje që nuk ka rreshtur kurrë të ndjerë mungesën. Ditët në vijim kaluan në një mjegull pritjeje dhe ankthi. Albani kishte organizuar një sër ekzaminimesh mjekësore në një klinikë private, ndërsa përpiqej të ruante normalitetin në shtëpi për Dritanin. Elora, nga ana e saj, lëkundej mes momenteve të mirëkuptimit dhe periudhave të shqetësimit të thellë për të ardhmen e familjes së saj. Dhurata ju nënshtrua ekzaminimeve me një guxim të heshtur që i bëri përshtypje të gjithë profesionistëve të përfshirë. Rezonanca magnetike zbuloi dëshmi të një traume kraniale të vjetër, konsistente me një aksident të rënd të ndodhur për afërsisht 5 vite më parë. Kishte shenja në indin cerebral që shpjegonin amnezinë e saj partiale dhe vështirësinë për të krijuar kujtime të reja të qëndrueshme gjatë viteve të para pas traumës. Është mbresëlënëse se si truri njerëzor arrin të adaptohet, i shpjegoi Anila Albanit pasi analizoi rezultatet. Zonat e dëmtuara u kompensuan pjesërisht nga rajonet të tjera, gjë që i lejoi asaj të ruante funksionet bazë dhe madje edhe disa aftësi komplekse, si muzika. Testi i ADN-s u mor në mënyrë diskrete gjatë një prej ekzaminimeve të gjakut rutinë. Albani kishte siguruar mostra të tija dhe të Dritanit për krahasim, dhe tani mbetej vetëm të priteshin rezultatet që do të donin deri në 10 ditë për të qenë gati. Gjatë kësaj periudhe pritjeje, ndodhi diçka e papritur. Dritani, i cili nuk e kishte parë dhuratën që nga nata e takimit fillestar, filloi të bënte pyetje më insistuese për të. Babi, pse ajo zonja jetonte në rrugë, pyeti gjatë darkës së një të enjteje. Albani shkëmbeu një vështrim të shpejt me Elorën para se të përgjigjej. Ndonjëherë njerëzit kalojnë nëpër situata të vështira, Dritan. Aksidente, sëmundje, probleme që bëjnë që të humbasin shtëpitë dhe familjet e tyre. Por ajo ishte vetëm. Dhe këndonte këngën tonë. Këngën tonë, pyeti Elora butësisht. Po, atë që mami më këndonte kur isha i vogël. Ti je dielli im. Albani ndjeu gjoksin t'i shtrëngoi. Dritani rrallëherë e përmendte dhuratën spontanisht dhe kur e bënte, gjithmonë i referoi asaj si mami, kur me emër. Dritan, tha Albani me kujdes, a do të dëshiroje ta shije atë zonjë sërish? Të bisedoje me të? Sytë e djalit u ndriçuan. A mundem? Elora preku butësisht krahun e Albanit nën tavolinë, duke sinjalizuar kujdes. Ata kishin biseduar për mundësinë e një takimi, por ende nuk ishin të sigurt për momentin e duhur. Mbase është një ide e mirë, tha Elora çuditërisht. Nëse ajo po kalon vështirësi, pak shoqëri mund të ndihmoj. Albani shikoi bashkëshorten me mirënjohje.
Pavarësisht gjithë tensionit të situatës, Elora po tregonte një bujari shpirti që e mahniste. Të shtunën tjetër, Albani e dërgoi dritanin të vizitonte dhuratën në bujtim. Ajo I kishte përdorur ditët e fundit për të rikuperuar fizikisht dhe diferenca ishte e dukshme. Flokët e saj ishin të pastër dhe të krejur, ajo kishte shtuar pak peshë dhe rrobat e saj të reja e bënin të dukej më afër personit që kishte qenë vite më parë. Kur dritani hyri në dhomë duke mbajtur ariun e tij të pelushit, dhurata ndjeu një val emocioni të pashpjegueshëm. Kishte diçka thellësisht familjare në mënyrën se si djali ecte, në shprehjen e përqendruar në fytyrën e tij, në mënyrën se si mbante lodrën. "Përshëndetje," tha dritani me turp. "A më mban mend?" "Më kujtohesh?" "Po," u përgjigj dhurata, duke u ulur në gjunjë për të qenë në lartësinë e fëmijës. "Ti je djali I sjellshëm që la ariun e tij të takonte Balon." Dritani buzëqeshi dhe u afrua. "Si po ndihet Balo? A I pëlqeu të flinte në një krevat të vërtet?" Pyetja e preku thellë dhuratën, e cila kuptoi se ai djalë e kuptonte instinktivisht situatën e saj pa gjykime. "I pëlqeu shumë." Dhe tha se shoku I tij Ariu është shumë guximtar. "Ai ka emër," tha dritani, duke zgjatur lodrën. "Quhet Genci. E kam marrë kur isha shumë I vogël." Dhurata mori Gencin dhe e ekzaminoi me kujdes. Ariu ishte prej pelushi kaftë të hapur, me një shirit blu në qafë dhe sy prej kopsash. Kishte diçka familjare në atë lodër, por ajo nuk arrinte të identifikonte se çfarë. "Genci është një emër I bukur," tha ajo. "A mund të pyes kush ta dha?" Dritani u mendua. "Ma dha mami im. Mami I parë, jo Elora." Ajo tha se Genci do të kujdesej për mua kur ajo të mos mund të ishte afër. Albani, që vëzhgonte ndërveprimin në heshtje, ndjeu lotët t'i digjnin syl. Ai e mbante mend në mënyrë të përsosur ditën kur dhurata kishte bler Gencin për dritanin. Djali ishte me temperaturë të lartë dhe ajo kishte dalë në mes të natës për të gjetur një farmaci hapur. Rrugës për në shtëpi, kishte parë ariun e pelushit në vitrinën e një dyqani lodrash dhe kishte vendosur ta blinte për ta ngushëlluar. "Nëna jote duket se ka qenë një person shumë special," tha dhurata butësisht. "Ishte," u pajtua dritani. "Ajo më këndonte çdo natë. Të njëjtën këngë që ti po këndoje atë natë. A e mban mend këngën?" Dritani pohoi dhe, me një zë fëmijëror por të sigurt, filloi të këndonte lehtë, "Ti je dielli im, I vetmi diell tim. Më bën të lumtur kur qielli është gri." Dhurata ndjeu diçka të thellë të lëvizte në gjoksin e saj. Pa u menduar, bashkoi zërin e saj me atë të djalit, duke harmonizuar natyrshëm sikur të ishte gjëja më normale në botë. Albani vëzhgonte, I magjepsur, se si zërat e tyre plotësonin njëri tjetrin në mënyrë të përsosur, eksaktësisht siç bënin vite më parë. Kur kënga mbaroi, dritani e shikoi dhuratën me një shprehje serioze përtej moshës së tij. "Ti këndon njësoj si ajo," tha thjesht. "Mbase," u përgjigj dhurata, "të gjitha nënat e botës këndojnë në të njëjtën mënyrë për fëmijët e tyre." Por ndërsa thoshte këtë, ajo pati një flash kujtese aq të gjallë sa pothuajse e rrëzoi. E pa veten të ulur në një krevat me një fëmijë të vogël të strukur në krahët e saj, duke kënduar atë këngë në errësirën e ngrohtë të një dhome fëmijësh. Mund të ndjente erën e pudrës së fëmijëve, peshën e ngrohtë të trupit të vogël pas saj, teksturën e butë të flokëve të fëmijës. Albani e vuri re ndryshimin e menjëhershëm në shprehjen e dhuratës. "A je mirë?" "Unë pata një flash. Një kujtim, besoj." Duke I kënduar një fëmijë, tha ajo me zë që I dridhej. Dritani u afrua edhe më shumë dhe, me spontanitetin tipik të fëmijëve, I kapi dorën dhuratës. "Ishte për mua?" Dhurata shikoi ata sy gështenjë familjar dhe ndjeu një siguri të pashpjegueshme që buronte nga diku thellë në shpirtin e saj. "Besoj se po," përshpëriti. Pasditja kaloi shpejt, me dritanin që I tregonte dhuratës vizatimet e tij në fletoren e shkollës dhe I tregonte histori për shokët e tij. Ajo dëgjonte me një vëmendje të dashur që dukej e natyrshme, duke bërë pyetje të interesuara dhe duke qeshur me prapësitë që ai tregonte. Në një moment të caktuar, dritani përmendi se po mësonte piano në shkollë dhe se do të dëshironte të binte "Ti je dielli im," ashtu siç bënte nëna e tij. "A e dini se ka një piano në hollin e bujtinës?" pyeti Albani. Mbase dhurata mund të bjerë pak. Të tre zbritën në hollin e vogël, ku një piano e vjetër zinte një qoshe pranë koltukëve të leximit.
Dhurata ju afrua instrumentit me hezitim, sikur po i afroi një fantazme të së kaluarës. Kur duart e saj prekën tastet, ndodhi diçka magjike. Gishtat e saj gjetën automatikisht pozicionet e sakta, dhe melodia e tij e dielli im rodhi natyrshëm, sikur ajo ta kishte rënë atë këngë dje, jo 5 vite më parë. Dritani u ul pranë saj në stolin e pianos, eksaktësisht siç bënte kur ishte më i vogël. Skena ishte aq familjare sa Albani u desh të mbështetej në mur për të mos u lëkundur. Ma mëson edhe mua, kërkoi Dritani. Dhurata udhëzoi gishtat e vegjël të djalit nëpër taste, duke i treguar akordet bazë. Kishte një natyrshmëri në ndërveprim që t'i kalonte çdo shpjegim logjik. Ishte sikur mësuesja dhe nxënësi po rifillonin një mësim që ishte ndërprer një kohë të gjatë më parë. Kur erdhi koha për të ikur, Dritani e përqafoi Dhuratën spontanisht. Ajo e përqafoi mbrapsht dhe Albani pa lop të heshtur që rridhnin në fytyrën e saj. A mund të kthehem nesër? Pyeti Dritani. Nëse babi yt lejon, do të dëshiroja shumë të shija sërish, u përgjigj Dhurata. Në rrugën e kthimit për në shtëpi, Dritani ishte dukshëm i emocionuar. Babi, ajo më mësoi t'i bie pianos ashtu siç bënte mami. Dhe ajo mban njësoj gjithashtu. Albani ndaloi makinën pa pritur në anë të rrugës. Çfarë the? Ajo mban njësoj si mami. Një erë të ëmbël, si lule. Albani u kujtua për parfumin e preferuar të Dhuratës, një aromë delikate jasemini që ajo e përdorte çdo ditë. Ishte e pamundur që një person që jetonte në rrugë prej vitesh të ruante ndonjë gjurmë të atij parfumi specifik. Përveç nëse. Kur arritën në shtëpi, gjetën Elorën duke pritur në sallon me një shprehje ankthi në fytyrë. Si shkoj? Pyeti ajo. Ajo është njësoj si mami në çdo gjë, tha Dritani i entuziazmuar. Këndon njësoj, i bie pianos njësoj dhe madje mban njësoj. Elora shikoi Albanin mbi kokën e Dritanit dhe ai pa në sytë e saj njohjen se situata kishte t'i kaluar pikën e të qenit thjesht një koincidencë. Atë natë, pasi Dritani kishte shkuar të flinte, Albani i tregoi Elorës të gjitha detajet e pasdites. Ajo e dëgjoi në heshtje, duke thithur çdo informacion. Rezultatet e Adnës duhet të vinë javën tjetër, tha Albani më në fund. E di, u përgjigj Elora qetësisht. Dhe unë mendoj se e di tashmë se cili do të jetë rezultati. Albani e shikoi i befasuar. Je e sigurt? Alban, unë jetoj me ju të dy prej 3 vitesh. I njoh shprehjet e Dritanit, i njoh shijet e tij, reagimet e tij. Këtë pasdite, kur u kthye, ai ishte ndryshe. Ishte i plodh. Sikur një pjesë e tij që ishte në gjumë ishte zgjuar. Ajo u ngrit dhe eci drejt dritares, duke shikuar qytetin e natës. Dhe ti gjithashtu je ndryshe. Që kur e gjete atë grua, ke një dritë në sy që nuk e kisha parë kurrë. Madje as në momentet tona më të mira bashkë. Albani u afrua dhe i preku butësisht shpatullën. Elora, unë. Jo, e ndërpreu ajo butësisht. Nuk ke nevojë të shpjegohesh. Gjithmonë e kam ditur që po të ndaja me një kujtim. Vetëm se nuk e prisja që kujtimi të bëhej realitet sërish. Ata mbetën në heshtje për një moment të gjatë, secili i zhytur në mendimet e veta se çfarë mund të sillte e ardhmja. Jashtë, qyteti vazhdonte jetën e tij të natës, indiferent ndaj dramës personale që po zhvillohej në atë apartament elegant, ku 3 zemra të rritura po përpiqeshin të lundronin në një situatë që sfidonte çdo manual marrëdhëniesh. Ndërkohë, në bujtinën e vogël në qendër, Dhurata ishte ulur në krevat e përqafuar me balon, por mendja e saj ishte e mbushur me imazhet e djalit që kishte kaluar pasditen me të. Për herë të parë që kur mund të kujtohej, ajo ndjente se kishte gjetur diçka që po e kërkonte pa e ditur se po e kërkonte. Një qëllim. Një lidhje. Një familje. Rezultati i Adnës erdhi në një të martë me shi, eksaktësisht 10 ditë pas marrjes së mostrave. Anila i telefonoi Albanit në mëngjes duke i kërkuar që të vinte në klinik menjëherë. Toni i zërit të saj ishte i kontrolluar me kujdes, por Albani vuri re një dridhje nën sipërfaqe që ja bëri zemrën të rritë shpejt. A do të dëshiroje të merrje dik me vete? Pyeti Anila në telefon. Ky lloj lajmi pritet më mirë me mbështetje emocionale. Albani shikoi Elorën, e cila po pinte kafe në kuzhinë. Ajo kishte kërkuar disa ditë leje nga puna, duke pretenduar çështje familjare urgjente. Tensioni i ditëve të fundit po merrte çmimin e tij te të gjithë ata.
Do të vi unë me të, tha Elora, e cila e kishte dëgjuar bisedën. Pavarësisht rezultatit, duhet ta përballojmë këtë bashkë. Dritani ishte në shkollë, I pavetëdijshëm për momentin kritik që po zhvillohej. Albani kishte vendosur që, cili do qoftë rezultati, fëmia do të informohej vetëm pasi të rriturit të kishin kohë për të procesuar dhe planifikuar se si të tregonin të vërtetën. Në zyrën e Anilës, zarfi I mbyllur me rezultatet ishte mbi tavolinë. Anila I priti me një shprehje serioze por të dhëmshur. Para se ta hap, dua që të dini se, pavarësisht rezultatit, dhurata do të ketë nevojë për shumë mbështetje. Nëse konfirmohet se ajo është vërtet bashkëshortja jote, Alban, procesi I reintegrimit do të jetë kompleks dhe I gjallë. Dhe nëse nuk është, ajo ende është një person që meriton ndihmë për të rindërtuar jetën e saj. Albani dhe Elora pohuan me kokë, duke mbajtur duart e njëri tjetrit në një gjest mbështetjeje të ndërsjellë që të I kalonte ndërlikimet e situatës së tyre. Anila hapi zarfin dhe lexoi shpejt dokumentin. Shpreha e saj konfirmoi atë që të gjithë e dinin në fund të zemrës edhe para se ajo të shqiptonte fjalët. Adnia konfirmon me 99.9 siguri se gruaja e njohur si Dhurata është, faktikisht, Dhurata Hoxha, bashkëshortja e Albanit dhe nëna biologjike e Dritanit. Heshtja që pasoi ishte e thellë dhe e ngarkuar me emocione kontradiktore. Albani ndiu një val lehtësimi, mirënjohjeje dhe tmerri në të njëjtën kohë. Elora I shtrëngoi dorën më fort, ndërsa lot të heshtur rodhen në fytyrën e saj. Si do t'ia tregojmë asaj? Pyeti Albani me zë të mbytur. Me shumë kujdes, u përgjigj Anila. Dhurata kaloi 5 vite duke ndërtuar një identitet të bazuar në amnezi. Të zbuloj se kush është vërtet mund të jetë aq traumatike sa edhe ngushëlluese. Sugjeroj që të fillojmë gradualisht duke lejuar që kujtimet të kthehen natyrshëm. Dhe Dritani? Si t'ja shpjegojmë një fëmijë 8 vjeçar se nëna e tij, që ai besonte se e kishte humbur përgjithmonë, është gjallë? Anila pshertiu. Fëmijët janë më elastik nga sa imagjinojmë, Alban. Dritani ka treguar tashmë një lidhje instinktive me Dhuratën. Sfida do të jetë ta ndihmojmë të kuptojë pse ajo nuk u kthye në shtëpi më parë. Elora, e cila kishte qëndruar në heshtje, më në fund foli. Dhe unë? Cili është roli im në këtë histori? Roli yt, tha Anila butësisht, është ai që ti zgjedh të jetë. Ti ishe thelbësore në rikuperimin emocional të kësaj familjeje. Kjo nuk ka pse të ndryshoj, edhe me rrethanat e reja. Por të gjithë e dinin se gjithçka kishte ndryshuar në mënyrë të pakthyeshme. Albani vendosi t'i tregonte të vërtetën Dhuratës, po atë ditë. Kur arriti në bujtin, e gjeti atë në kopshtin e vogël pas ndërtesës, të ulur në një stol druri, duke vëzhguar disa lule që rriteshin në leje të pakujdesura. Balo ishte në prerin e saj, si gjithmonë. A mund të ulem? Pyeti Albani. Dhurata bëri vend në stol, duke vënë re menjëherë tensionin në qëndrimin e tij. A ka ndodhur gjë? Albani u mbush me frym, duke u përpjekur të gjente fjalët e duhura për një bisedë që do të ndryshonte jetën e të dyve. Rezultatet e ekzaminimeve erdhen, Dhurata. Dhe kemi disa përgjigje se kush je ti. Ajo u kthye për ta vështruar, me sytë e saj të gjelbër që tregonin një përzierje pritjeje dhe frike. Dhe pra, kush jam unë? Emri yt vërtet është Dhurata. Dhurata Hoxha. Dhe ti? Albani hezitoi duke kërkuar guxim. Ti je bashkëshortja ime. Dhe nëna e Dritanit. Bota u duk sikur ndaloi. Dhurata shikoi Albanin sikur ai të kishte folur në një gjuhë të huaj, duke u përpjekur të procesonte informacione që dukeshin të pamundura. Kjo nuk mund të jetë e saktë, mërmëriti ajo. Nëse do të isha bashkëshortja jote, nëse do të isha nëna e tij, do ta mbaja mend. Nuk është e mundur të harrosh një gjë të tillë. Pësove një aksident shumë të rënd 5 vite më parë, shpjegoi Albani butësisht. Makina jote u rrotullua dhe ra në një lumë. Ne mendonim se ti kishe mendonim se nuk kish mbijetuar. Por mbijetove me lëndime të rënda në kokë që prekën kujtesën tënde. Dhurata u ngrit papritur duke ecur në rrath të vegjël ndërsa përpiqej të thithte informacionin. 5 vite? Jetova në rrugë për 5 vite ndërsa familja ime mendonte se unë isha. Ajo nuk arriti ta përfundonte fjalin. Dhurata, duhet të kuptosh se ne të kërkuam. Gjatë javëve të tëra, patëm ekipe shpëtimi që kontrolluan lumin, brigjet, rrugët pranë.
Kur nuk gjetëm asgjë, autoritetet konkluduan se ishe marrë nga rryma. Por unë nuk vdiqa, tha ajo, më shumë për veten se sa për të. Mbjetova dhe harova kush isha. Harova djalin tim. Të harova ty. Albani ju afrua me kujdes. E rëndësishme është që je gjallë. Dhe tani mund të ndihmojmë të rindërtosh jetën tënde, kujtimet e tua. Dhe po që se nuk arri të kujtohem, pyeti ajo, duke u kthyer nga ai me lot në sy. Po që se nuk bëhem kur ajo që kam qenë. Atëherë do të ndërtojmë kujtime të reja, u përgjigj Albani. Nuk ke nevojë të bëhesh eksaktësisht ajo që ishe. Duhet vetëm të jesh ajo që je tani, me ndryshimin që nuk do të jesh më vetëm. Dhurata shikoi balon në krahët e saj dhe papritur gjithçka mori kuptim. Prandaj ndihesha aq e lidhur me këtë ari. Nuk ishte thjesht një lodër e braktisur që gjeta. Ishte imi. Ishte yni. Ishte dhurata e ditëlindjes së parë të Dritanit. Ti e zgjodhe personalisht, dhe se balo do ta mbronte djalin ton kur ti të mos mund të ishe afër. Lotët rridhnin lirshëm në fytyrën e dhuratës tani. E mbrojta balon për 5 vite, duke menduar se po mbroja një kujtim të dikujt tjetër. Por po mbroja kujtimin tim. Familjen time. Në atë moment, fragmente kujtimesh filluan të shfaqeshin me më shumë qartësi. Dhurata pa flashes të një shtëpie të ngrohtë, të mëngjeseve për tace në krevat me Albanin, të pasditeve duke luajtur në dysheme me Dritanin foshnjë. Imazhet ishin të fragmentuara dhe jashtë sekuencës, si skena të një filmi të montuar gabim, por ishin padyshim reale. Më kujtohet kur I mësoja Dritanit të fliste, tha ajo pa pritur. Fjalët e tij të para ishin mama dhe balo. Ai ngatëronte gjithmonë të dyja sepse unë I këndoja ndërsa mbaja ariun. Albani buzëqeshi mes lotëve. Dhe unë mbaj mend që zihesha me ty sepse mendoja se Dritani do t'i fliste ariut para se të na fliste neve. Dhe më kujtohet. Dhurata ndaloi duke mbyllur syt për t'u përqendruar. Më kujtohet dita e fundit. Ishte shi. Po shkoja në Durrës të merrja diçka speciale. Ishte ditëlindja ime, tha Albani butësisht. Kishe porositur një orë në një argjendari në Durrës. The se ishte një surprizë dhe se do të ktheheshe për darkë. Por nuk u ktheva kurrë. Jo për darkë. Por u ktheve tani. Dhe kjo është ajo që ka rëndësi. Ata mbetën në heshtje për një moment, duke thithur madhështinë e asaj që ishte zbuluar. 5 vite ndarje, dhimbje dhe humbje po procesoheshin dhe kuptoheshin ngadalë. Po tani, pyeti Dhurata. Çfarë ndodh tani? Tani, tha Albani, duhet të bisedojmë me Dritanin. Dhe duhet të vendosim bashkë se si familja jon do të rindërtohet. Dhe Elora? Ajo është bashkëshortja jote tani. Nuk mundem thjesht të shfaqem dhe të shkatërroj jetën e saj. Albani pshërtiu. Elora është një grua e jashtëzakonshme. Ajo e dinte se kjo ditë mund të vinte. Në fakt, ajo insistoi të vinte me mua kur morëm vesh rezultatet e ekzaminimeve. Ajo e di. Dhe dëshiron të bisedoj me ty. Dhurata u ndje e pushtuar nga një përzierje mirënjohjeje dhe shqetësimi. Ideja e takimit me gruan që ishte kujdesur për djalin dhe bashkëshortin e saj gjatë mungesës së saj ishte në të njëjtën kohë ngushëlluese dhe tmerruese. Nuk di si ta bëj këtë, pranoi ajo. Nuk di si të jem nën sërish, si të jem bashkëshorte. Nuk e di nëse di si të jem pjesë e një familjeje. Do të mësojmë bashk, tha Albani, duke marrë duart e saj në të tia. Ti, unë, Dritani, madje edhe Elora, nëse ajo dëshiron. Nuk ekziston një manual për këtë situatë. Do ta zbulojmë rrugën ndërsa ecim. Dhurata shikoi në sytë e Albanit dhe pa atje dashurinë që kishte mbijetuar 5 viteve të ndarjes, zis dhe përpjekjeve për të ecur përpara. Ishte ndryshe nga dashuria që kishte ekzistuar më parë, më e pjekur, e testuar nga fatkeqësia, por po aq e thellë. Dua të provoj, tha ajo më në fund. Dua ta njoh djalin tim sërish. Dua të njoh ty sërish. Dhe dua ta njoh gruan që u kujdes për familjen ton kur unë nuk munda. Albani e përqafoi atëherë dhe për herë të parë pas 5 vitesh, Dhurata u ndje vërtet në shtëpi. Nuk ishte e njëjta ndjesi si më parë, shumë gjëra kishin ndryshuar, vraga ishin formuar, njerëz të rinj kishin hyrë në histori. Por ishte reale, ishte e vërtet dhe ishte një fillim.
Ndërsa përqafoheshin në kopshtin e vogël të bujtinës, asnjëri prej tyre nuk e pa dritanin që qëndronte te dera e pasme. Djali kishte dalë nga shkolla më herët për shkak të një mbledhjeje mësuesish dhe kishte bindur shoferin ta sillte direkt në bujtinë. Ai kishte dëgjuar një pjesë të bisedës dhe, me urtësinë intuitive të fëmijëve, kishte kuptuar thelbësoren. Nëna e tij e vërtet, ishte gjallë. Ajo ishte kthyer në shtëpi. Me balon, që tani ai e dinte se ishte vërtet genci i maskuar, të shtrënguar pas gjoksit, Dritani ju afrua ngadalë 2 të rriturve të përqafuar. Kur ata e pan, nuk pati nevojë për shpjegime të hollësishme apo përgatitje të kujdesshme. Mami, tha Dritani thjesht. Dhe dhurata, nga instinkti më shumë se nga kujtesa, hapi krahët dhe përqafoi djalin që kishte qenë duke kërkuar në mënyrë të pavetdijshme gjatë gjithë atyre viteve të humbura në rrugët e kryeqytetit. Takimi mes dhuratës dhe Elorës ndodhi 3 ditë më vonë, në një kafe të qetë pranë bujtinës. Albani kishte sugjeruar një ambient neutral, ku të dyja mund të bisedonin pa presionin shtesë të qenit në shtëpinë që kishte qenë vatra e njërës dhe streha e tjetrës. Dhurata arriti e para, duke zgjedhur një tavolinë në qoshe, larg dritareve dhe lëvizjeve të rrugës. Ajo kishte veshur një nga kompletet e thjeshta që Albani kishte bler, dhe flokët e saj ishin të mbledhur në një topuz të ulët që zbulonte më qartë tiparet delikate të fytyrës së saj. Ende mbante balon, i cili ishte bërë ankorimi i saj emocional gjatë procesit turbullues të rizbulimit të vetvetes. Kur Elora hyri në kafe, dhurata e njohu menjëherë. Ishte një grua elegante, me bukuri të qetë dhe qëndrim të sigurt. Flokët e saj bjond ishin të lëshuar mbi shpatulla, dhe ajo mbante një fustan blu të errët që theksonte sytë e saj të qarë. Kishte një dinjitet natyror në lëvizjet e saj që e bëri dhuratën të kuptonte menjëherë pse Albani ishte ndjer i tërhequr pas saj. Dhurata, pyeti Elora butësisht, duke ju afruar tavolinës. Po. Dhe ti je Elora. Faleminderit që pranuat të më takonit. Elora u ul me kujdes, sikur çdo lëvizje e papritur mund të prishte paqen delikate të atij momenti. Faleminderit që dëshironit të bisedonit me mua. E di që kjo nuk duhet të jetë e lehtë. Për asnjërin prej nesh, u pajtua dhurata. Të dyja gratë vëzhguan njëra tjetrën në heshtje për një moment, secila duke u përpjekur të vlerësonte tjetrën pa u dukur invazive. Më në fund, Elora foli. I ngjan më shumë atij nga sa e imagjinoja. Si po thua? Dritani. Ai ka sytë tuaj, mënyrën tuaj të animit të kokës kur po mendohet. Gjatë këtyre 3 viteve, gjithmonë kam pyetur veten se si do të ishte gruaja që kishte sjell në jetë një fëmijë aq special. Dhurata ndjeu lotët t'i digjinin sytë. Dhe ti u kujdesove për të. Gjatë gjithë kohës që unë nuk munda të isha prezente, ti ishe nën për djalin tim. U përpoqa të isha, tha Elora e sinqertë. Në fillim, mendova se do të ishte vetëm një çështje e sigurimit të kujdesit bazë, strukturës, dashurisë. Por Dritani është një fëmijë që pushton zemrën e kujto. Në pak kohë, e doja sikur të ishte djali im. Dhe ende e do? Gjithmonë do ta dua. Kjo nuk do të ndryshoj, pavarësisht se çfarë do të ndodhë. Kamarierja u afrua dhe të dyja porositën kafe, më shumë për të pasur diçka për të bërë me duart sesa nga dëshira reale për të pirë. Kur mbetën vetëm sërish, dhurata mori guxim për të bërë pyetjen që e mundonte. A do të luftosh për ta? Për familjen që ndërtuat bashkë? Elora pshertiu thellë para se të përgjigjej. Gjatë ditëve të fundit, mendova shumë për këtë. Mendova të punsoja avokat, të argumentoja se 3 vite kujdesi dhe dashurie duhet të peshonin më shumë se lidhjet biologjike. Mendova të luftoja. Dhe çfarë të bëri të ndryshosh mendje? Nuk kam ndryshuar mendje plotësisht, pranoi Elora. Por kuptova se lufta nuk do të ishte kundër teje. Do të ishte kundër diçkaje shumë më të madhe, dashurisë së vërtetë. Dhe nuk mund të konkurrosh me dashurinë e vërtetë. Dhurata e shikoi e konfuzuar. Nuk po kuptoj. Albani nuk ka rreshtur kurse të dashuri ty, dhurata. Gjatë martesës son, ai ishte një bashkëshort i respektueshëm, i dashur, prezent. Por kishte një pjesë të tij që ishte gjithmonë e munguar, gjithmonë duke jetuar 5 vite në të kaluarën. Dhe Dritani. Dritani është një fëmijë i lumtur, por gjithmonë ka pasur një trishtim në sfond tek ai, një ndjesë mangësie. Po tani?
Tani, për herë të parë në 3 vite, shoh bashkëshortin tim dhe djalin tim, po, ende i konsideroj të mitë, vërtet të plodh. Është e dhimbshme për mua, por është edhe ngushëlluese. Ata gjetën paqen që unë nuk arrita t'ua jepja kurrë. Të dyja gratë mbetën në heshtje, duke thithur peshën e fjalëve të Elorës. Dhurata luante me ariun e pelushit në prerin e saj, ndërsa Elora vëzhgonte lëvizjet e rrugës përmes dritares. Çfarë do të bësh tani? Pyeti Dhurata më në fund. Ende nuk e di plotësisht. Di që nuk do të zhdukem thjesht nga jeta e dritanit. Ai meriton t'i ketë të gjithë njerëzit që e duan pranë. Sa i përket Albanit. Ajo hezitoi. Mendoj se historia jon arriti në fund në mënyrë natyrale. Nuk e uren situatën? Nuk më uren mua? Elora buzëqeshi trishtueshëm. Në fillim, po. Kur Albani filloi të dyshonte se ti mund të ishe gjallë, ndjeva zemërim, frikë, pa kënaqësi. Mendova se nuk ishte e drejtë që jeta ime të përmbysej nga dikush që ishte zhdukur aq kohë më parë. Dhe tani? Tani kuptoj se askush nuk pati zgjedhje në këtë histori. Ti nuk zgjodhe të kesh aksidentin apo të humbasësh kujtesën. Albani nuk zgjodhi të jetonte 5 vite duke menduar se të kishte humbur përgjithmonë. Unë nuk zgjodha të dashurohesha me një burr ende të dashuruar me një grua tjetër. Dhe Dritani nuk zgjodhe të rritej pa nënën e tij biologjike. Dhurata zgjati dorën hezituese përmes tavolinës duke prekur lehtë gishtat e Elorës. Dua të dish se jam mirënjohëse. Thellësisht mirënjohëse. Ti u kujdesove për familjen time kur unë nuk munda. Ti u dhe dashuri dhe stabilitet atyre. Kjo nuk do të harrohet kurrë. Elora shtrëngoi dorën e Dhuratës. Dhe unë dua të dish se, pavarësisht gjithçkaje, jam e lumtur që je gjallë. Dritani meriton ta ketë nënën e tij mbrapsht. Dhe Albani meriton të ketë shansin të rindërtojë jetën që mendonte se e kishte humbur. Por edhe ti meriton të jesh e lumtur. Meriton të gjesh dikë që mund të të dojë plotësisht, pa ndarje. Meritoj, u pajtua Elora. Dhe një ditë do ta gjej. Por tani, prioriteti im është të sigurohem që ky tranzicion të jetë sa më i butë për Dritanin. Ai është i konfuzuar, i lumtur, por edhe me frikë se ndryshimet do të thonë se do të humbas njerëz të rëndësishëm. Ai e tha këtë? Mbrëm, më pyeti nëse unë do të ikja tani që ti ishe kthyer. Tha se nuk donte që askush tjetër të ikte. Dhurata ndjeu zemrën t'i thyej. I shkreti fëmijë. Ai ka kaluar aq shumë. Prandaj duhet të rri pranë për momentin, derisa ai të ndihet i sigurt sërish. Dhe prandaj ti dhe unë duhet të punojmë bashkë, jo si rivale, por si dy gra që duan të njëjtën familje. Ato biseduan edhe për një orë tjetër, duke vendosur marrëveshje praktike mbi tranzicionin. Elora do të mbetej në jetën e Dritanit si një figurë amtare shtesë, jo zëvendësuese. Ajo dhe Albani do të bisedonin mbi termat e ndarjes në mënyrë të civilizuar dhe të respektueshme. Dhe Dhurata do të kishte gjithë kohën e nevojshme për të riadaptuar në jetën familjare, pa presione apo pritshmëri jo reale. Kur u përshëndetën në kafe, të dyja gratë u përqafuan shkurtimisht. Nuk ishte një miqësi që po lindte, rrethanat ishin shumë komplekse për këtë. Por ishte një respekt i ndërsjell, një mirëkuptim se të dyja kishin vepruar me dashuri dhe dinjitet në një situatë të pamundur. Po atë natë, Dhurata darkoi në shtëpinë që kishte qenë vatra e saj 5 vite më parë. Përvoja ishte surreale dhe emocionuese në të njëjtën kohë. Disa mobilje ishin të njëjtat, të tjera ishin zëvendësuar. Kishte fotografi të Dritanit me Elorën në mure, regjistrime të një jete që kishte ndodhur në mungesën e saj. Dritani ishte rrezatues, duke i treguar asaj dhomën e tij, lodrat e tij, vizatimet e tij. Ai kishte krijuar një album special me të gjitha fotot që Albani kishte ruajtur për të dhe shfletuan bashk faqet me Dhuratën që përpiqej të kujtonte momentet e kapura në imazhe. Kjo është e preferuara ime, tha Dritani, duke treguar një foto ku Dhurata shfaqej në piano me të foshnjë të ulur në prerë. Babi tha se ti po më mësoje t'i bija këngës son. Dhe ashtu ishte, tha Dhurata, duke ndier një therje kujtese. Ti ishe shumë i vogël, por gjithmonë ndaloje së qari kur unë i bija pianos. A mban mend ende si ti biesh? Besoj se po. A do të provojmë? Shkuan në salon, ku e njëjta piano që Dhurata kujtonte mjegull zinte vendin e saj pranë dritares.
Kur ajo ul në stol dhe preku akordet e para të tij e dielli im, ishte sikur 5 vite u tretën në sekonda. Dritani u ul pranë saj në stolin e pianos, eksaktësisht siç kishte bërë në bujtin. Albani dhe Elora vëzhgonin nga divani, të dy me lot në sy duke parë skenën që kishin dëshmuar qindra herë në të kaluarën. Këndo me mua, mami, kërkoi Dritani. Dhe Dhurata këndoi, zëri i saj duke u përzier me zërin e hollë dhe të ëmbël të djalit. Kënga e gojë nëpër shtëpi, duke mbajtur me vete peshën e të gjitha viteve të humbura dhe shpresën e të gjitha viteve që do të vinin ende. Kur kënga mbaroi, Dritani e përqafoi Dhuratën me forcë. Tani familja jon është e plot sërish, tha ai. Albani dhe Elora shkëmbyen një vështrim përmes sallonit. Të dy e dinin se familja po rikonfigurohej, jo vetëm po plotësohej. Kishte plagë për të shëruar, marrëdhënie për të ripërcaktuar, dinamika të reja për të vendosur. Por për herë të parë në 5 vite, kishte edhe shpresë. Shpresë se dashuria do të ishte e mjaftueshme për të tejkaluar ndërlikimet. Shpresë se secili prej tyre do të gjente vendin e tij në këtë realitet të ri. Dhe shpresë se, pavarësisht të gjitha ndryshimeve, muzika që kishte bashkuar atë familje në të kaluarën do të vazhdonte t'i bashkonte në të ardhmen. Ndërsa Dhurata vinte Dritanin në gjumë atë natë, një detyrë që ajo e kishte ëndërruar në mënyrë të pavetëdijshme gjatë viteve pa e ditur pse, ajo këndoi Ti je dielli im edhe një herë. Por tani, për herë të parë që nga aksidenti, ajo e dinte eksaktësisht për kë po këndonte. Për djalin e saj. Për familjen e saj. Për veten e saj. Për të ardhmen që po fillonin të ndërtonin bashk, një notë pas tjetrës. 6 muaj më vonë, Dhurata ishte në skenën e auditorit komunitar të Tiranës, duart e saj të mbështetura butësisht mbi tastet e pianos. Para saj, një publik prej 200 njerëzish priste në heshtje respektuese. Ishte nata e gales vjetore të institucionit të mbështetjes për njerëzit në situatë rruge, dhe Dhurata ishte ftuar të performonte. Ajo mbante një fustan blu të thjeshtë, flokët e saj binin të lëshuar mbi shpatulla në val natyrale dhe fytyra e saj rezatonte një qetësi që ishte ndërtuar gjatë muajve të terapisë, dashurisë familjare dhe rizbulimit personal. Balo ishte vendosur në mënyrë diskrete në cep të pianos, një kujtesë e heshtur e udhëtimit të jashtëzakonshëm që e kishte sjellë deri aty. Në rreshtin e parë, Albani mbante dorën e Dritanit, të dy duke vëzhguar me krenari dhe emocion gruan dhe nënën që ishte kthyer në jetët e tyre në një mënyrë aq të papritur. Disa rreshta më pas, Elora ishte ulur pranë Ilirit, një mjek i sjellshëm që e kishte njohur në një konferencë mbi zhvillimin e fëmijëve 3 muaj më parë. Marrëdhënia ishte ende e re, por premtuese, e ndërtuar mbi baza të ndershme dhe pa hijet e së kaluarës. Kjo këngë, tha Dhurata në mikrofon, zëri i saj i qartë e gojë nëpër audititor, më shoqëroi gjatë viteve më të errëta të jetës sime. Kur nuk e dija kush isha, kur nuk kisha ku të shkoja, kur ndihesha plotësisht e humbur në botë, ishte kjo melodi që buronte nga zemra ime çdo natë. Sot e di pse. Ajo i buzëqeshi Dritanit, i cili ja ktheu me një tundje koke entuziast. Kjo këngë ishte ura që më lidhte me pjesën më të rëndësishme të vetvetes, dashurinë e pakushtëzuar të një nëne për djalin e saj. Edhe kur mendja ime harroi kush isha, zemra ime nuk harroi kur të donte. Dhurata filloi të binte akordet e para të Ti je dielli im dhe zëri i saj, tani i fortë dhe i sigurt, mbushi çdo cep të auditorit. Por këtë herë, ajo nuk po këndonte vetëm. Dritani u ngrit nga karrigja e tij dhe filloi të këndonte bashk, zëri i tij fëmijëror duke harmonizuar në mënyrë të përsosur me atë të nënës. Shpejt, zërat të tjerë u bashkuan. Albani, i emocionuar, shtoi zërin e tij të trash. Elora, e cila i kishte kënduar atë këngë Dritanit gjatë viteve, gjithashtu mori pjesë. Dhe gradualisht gjithë publiku u përfshi nga melodia, duke krijuar një kor të improvizuar shprese dhe rinovimi. Kur kënga mbaroi, heshtja zgjati vetëm pak sekonda para se të shndërrohej në një ovacion të gjatë dhe entuziast. Dhurata u ngrit, përqafoi balon shkurtimisht dhe eci drejt buzës së skenës. 8 muaj më parë, tha ajo kur duartrokitjet pushuan, unë isha thjesht një person tjetër i padukshëm në rrugët e këtij qyteti. Jetoja çdo ditë duke u përpjekur të mbijetoja, duke mbajtur me vete vetëm këtë ari pelushi dhe një këngë që nuk e dija nga vinte. Sot, jam këtu para jush jo vetëm si dikush që u shpëtua nga rrugët, por si dikush që zbuloi se kur nuk jemi vërtet të humbur kur mbajmë dashuri në zemrat tona. Ajo bëri një pauzë, sytë e saj përshkuan publikun. Historia ime pati një fund të lumtur sepse njerëz të mirë refuzuan të hiqnin dorë nga unë.
Bashkëshorti im Albani, i cili edhe duke menduar se unë kisha vdekur, e mbajti gjallë dashurinë tonë. Djali im Dritani, i cili njohu nënën e tij përmes një këngë të kënduar nga një e panjohur në një qoshe të errët. Dhe Elora, një grua e jashtëzakonshme që u kujdes për familjen time me dashuri gjenunine dhe që, edhe para rrethanave të pamundura, zgjodhi bujarinë në vend të pakënaqësisë. Elora fshiu diskretisht një lot, ndërsa Iliri i shtrëngoi butësisht dorën në shenjë mbështetjeje. Por kryesisht, vazhdoi dhurata, historia ime pati një fund të lumtur sepse mësova se identiteti ynë i vërtet nuk qëndron vetëm në kujtimet tona, por në aftësinë tonë për të dashur dhe për t'u dashur. Edhe kur nuk e dija emrin tim, kur nuk rreshta se qeni nën. Kur nuk rreshta se qeni bashkëshorte. Kur nuk rreshta se qeni njeri. Ajo ju afrua edhe më shumë buzës së skenës, zëri i saj u bë më intim dhe personal. Për çdo person këtu që është ndjerë ndonjëherë i humbur, i harruar apo i padukshëm, ju jeni të rëndësishëm. Historitë tuaja janë të rëndësishme. Ëndrat tuaja janë të rëndësishme. Dhe diku, në ndonjë mënyrë, ka dikush që këndon këngën tuaj, duke pritur që ju të gjeni rrugën e kthimit për në shtëpi. Publiku ishte plotësisht i heshtur, duke thithur çdo fjalë. Dhe për ata që kanë mundësinë të ndihmojnë, të zgjasin dorën për dikë në vështirësi, bëjeni këtë. Sepse ndonjëherë një mirësi e vogël mund të jetë diferenca mes të qenit i humbur përgjithmonë dhe gjetjes së rrugës së kthimit për në shtëpi. Ndonjëherë të njohësh njerëzoren të dikush mund të jetë hapi i parë që ai person të rizbulojë se kush është vërtet. Dhurata u kthye te pianoja dhe ra disa akorde finale të butë dhe ngushëllues. Këtë natë, ja dedikoj historinë time të gjithë atyre që ende po kërkojnë rrugën e tyre të kthimit për në shtëpi. Dhe familjeve që mbajnë dritat ndezur, edhe kur pritja duket e pafundme. Sepse dashuria e vërtet nuk dorëzohet kurrë. Dashuria e vërtet gjithmonë gjen një mënyrë për t'u kthyer në shtëpi. Duartrokitjet ishin të gjata dhe emocionuese. Shumë njerëz në publik qanin hapur, të prekur nga ndershmëria dhe shpresa rrezatuese e prezantimit të dhuratës. Pas eventit, familja u mblodh në hollin e auditorit. Dritani vrapoi të përqafonte dhuratën, i ndjekur nga Albani. Elora u afrua me Ilirin dhe të gjashtët u takuan në një rreth përqafimesh dhe urimesh. Jam shumë krenare për ty, i tha Elora dhuratës. Guximi yt për të ndarë historinë tënde do të prekë shumë jetë. Historinë tonë, korrigjoi dhurata. Kjo është pjesë e historisë son gjithashtu. Historia se si një familje mund të rindërtohet edhe pasi të jetë thyer. Iliri, i cili e kishte dëgjuar prezantimin me emocion të thellë, u afrua. Më falni që po ndërhyj, por doja të thoja se fjalimi juaj ishte një nga gjërat më frymëzuese që kam dëgjuar. Punoj me fëmijë të traumatizuar dhe fjalët tuaja mbi dashurinë dhe identitetin do të më shoqërojnë në punën time. Faleminderit, tha dhurata. Dhe faleminderit që kujdesesh për Elorën. Ajo meriton gjithë lumturinë e botës. Elora buzëqeshi, duke vlerësuar se si dhurata kishte gjetur një formë për të bekuar marrëdhënien e saj të re pa shqetësim apo pa kënaqësi. Kur dolën nga auditori, filloi të binte pak shi. Në vend që të vraponin për të mbrojtur, familja eci ngadalë në trotuarin e lagur, duke shijuar ndjesinë freskuese të shiut. Dritani vrapoi përpara, duke kërcyer mbi pellgjet e ujit me gëzim fëmijëror. Albani dhe dhurata ecnin krah për krah, duart e tyre të ndërthurura në mënyrë natyrale. Elora dhe Iliri i ndiqnin disa hapa pas, duke biseduar me zë të ulët mbi prezantimin. A e di se cila është pjesa më e pabesueshme e gjithë kësaj, i tha Albani dhuratës. Çfarë? Që historia jon nuk përfundoi kur ti u zhduke. Ajo thjesht bëri një pauzë. Dhe tani po shkruajmë kapituj të rinj. Dhurata buzëqeshi, duke ngritur fytyrën për të ndjerë shiun. Dhe çfarë kapitujsh të mrekullueshëm po janë? Dritani u kthye duke vrapuar tek ata, plotësisht i lagur dhe rrezatues. Mami, këndo këngën tonë. Dhe aty, në mes të rrugës, në shiun e lehtë të natës, dhurata filloi të këndonte Ti e dielli im edhe një herë. Dritani ju bashkua me një herë, i ndjekur nga Albani. Elora dhe Iliri, disa hapa pas, gjithashtu shtuan zërat e tyre në melodi. Njerëzit që kalonin në rrugë ndalonin për të vëzhguar atë familje të veçantë duke kënduar në shi, disa duke buzëqeshur, të tjerë të emocionuar nga bukuria e thjeshtë e skenës. Një melodi që kishte filluar si një vajtim i vetmuar në rrugët e errëta ishte shndërruar në një him festimi dhe rilindjeje.
Ndërsa këndonin, dhurata mendoi për të gjitha vitet e humbura, për të gjitha netët që i kishte kënduar atë këngë balos, pa e ditur pse, për të gjitha herët që ishte ndjerë e padukshme dhe e harruar. Por mendoi edhe për të ardhmen që po hapej para tyre, plot me mundësi dhe dashuri të rifituar. Udhëtimi i saj nga rrugët mbrapsht në shtëpi kishte përfunduar. Por udhëtimi i saj si nën, bashkëshorte dhe grua e rindërtuar sapo kishte filluar. Dhe për herë të parë që nga aksidenti, dhurata nuk ndjente asnjë hije trishtimi apo humbjeje. Ndjente vetëm mirënjohje të pamas që ishte gjallë, që kishte gjetur rrugën e saj të kthimit dhe që kishte zbuluar se edhe kur humbim gjithçka, dashuria gjithmonë gjen një formë për të na çuar në shtëpi. Gjurmët e familjes zhdukeshin në trotuarin e lagur ndërsa ata largoheshin, por prania e tyre, muzika e tyre, dashuria e tyre, historia e tyre e shpresës, do të mbetej përgjithmonë në kujtesat e të gjithëve që dëshmuan atë natë speciale. Fundi i historisë. Të dashur dëgjues, shpresojmë që udhëtimi i jashtëzakonshëm i dhuratës, Albanit, Dritanit dhe Elorës të ketë prekur thellësisht zemrat tuaja. Kjo histori na mëson se dashuria e vërtet të i kalon kohën, distancën dhe madje edhe humbjen e kujtesës, dhe se familjet mund të rindërtohen në forma më të bukura nga sa i kishin imagjinuar ndonjëherë. Nëse ky rrëfim prekës ju ka frymëzuar po aq sa ne, mos harroni të regjistroheni në kanalin ton për më shumë histori që festojnë forcën e shpirtit njerëzor. Lini një pëlqim nëse besoni, si ne, se çdo person meriton një shans të dytë për të gjetur rrugën e tij për në shtëpi. Dhe në komente, ndani historitë tuaja të shpresës dhe të i kalimit, sepse çdo zë vlen dhe çdo histori meriton të dëgjohet. Deri në udhëtimin ton të ardhshëm emocional së bashku.